Valdete apo deli? Gati? Jemi gati? Atëherë sot është një ditë e bukur, 22 tetorin, është ditë feste për Kosovën, shpresoj se të gjithë qytetarët me të drejtë vote do ta shfrytëzojnë këtë drejtë dhe do ta marrin fatin e tyre në duart e veta. Edhe një herë i ftoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë vote që të votojnë, ta shfrytëzojnë këtë drejtë. Kemi një pikë. Zonja Doca, a jeni informuar edhe në që fa vend të kemi Unë me të thënë drejta një erdha drejt. Votoj ka për obligimin tim qytetar, me siguri që të gjitha vend votime hapen, sepse nga informatat që i kam gjatë natës, çdo gjë ka qenë në rregull dhe të gjitha materialet janë shpërndarë me kohë, të gjitha vend votimet janë përgatitur me kohë. Kështu që uroj që kjo ditë të jetë festë dhe mos të kemi asnjë problem. Edhe një pyetje, është dërguar një numër i madh të policëve në Veria. Pritet ndonjë skandal me qenë se është një numër aq i madh? Jo, nuk pritet asnjë skandal. Kjo është procedurë e rregullt çdo herë gjatë të gjitha zgjedhjeve të fundit. Policia e Kosovës e ka planin operacional të vetë të cilin e zbaton në ditën e zgjedhjeve në të gjitha pjesët e Republikës. Natyrisht që pjesa veriore ka specifikat e veta, por ne nuk presim asnjë Faleminderit. A po